Perandoritë islame që ndryshuan botën. Perandoritë islame kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në historinë e njerëzimit, që nga shekulli 7, pas përhapjes së Islamit, shtetet islame u shndruan në perandoritë fuqishme që ndikuan jo vetëm në politikë dhe luftra, por edhe në shkencë, kulturë, ekonomi dhe zhvillim shoqëror. Ato shërbyen si ura lidhëse mes lindjes së Perëndimit dhe kontribuan ndjeshëm në formimin e botës moderne. Perandoria e parë islame u krijua pas vdekjes së pejgamberit Muhammed a.s. me kalifin Rashidun, Harun Rashid. Brenda një periudhe shumë të shkurtër, kjo perandori arriti të bashkojë fiset arabe dhe të zgjerojë territorin në Siri, Egjipt, Persi dhe Irak. U dallua për drejtësi, barazi dhe thjeshtësinë e qeverisje, duke vendosur themelet e shtetit musliman dhe ligjin islam. Me pas kalifati Umayyad, Emevid e zgjeroi edhe më shumë botën islame. Me kryeqytet Damaskun, Emevitët ndërtuan një perandori që shtrihej nga Spanja në perëndim deri në Indi në lindje. Ata zhvilluan administratën shtetërore, përmirësuan sistemin e taksave dhe ndërtuan rrugë e qytete të reja. Gjuha arabe u bë gjuhë zyrtare dhe kulturore, duke bashkuar popuj të ndryshëm në një identitet të përbashkët. Një nga periudhat më të ndritura të historisë islame ishte ajo e kalifatit Abbasid, me kryeqytet Bagdadin. Kjo perandori u shndrua në qendër botërore të dijes dhe shkencës. Gjatë kësaj kohe u themelua shtëpia e urtësisë, ku përkthyen libra nga greqishtja, latinishtja, sanskrinishtja. Shkencëtarët musliman dhanë kontribute të mëdha në matematikë, mjekësi, astronomi dhe kimi. Shumë njohuri që sot përdoren në botë kanë origjinë nga kjo periudhë. Në Evropë një ndikim të madh pati edhe prania islame në Spanjë, e njohur si Al-Andalus. Ky rajon u bë shembull i bashkëjetesës fetare dhe kulturore mes muslimanëve të krishterëve dhe hebrejve. Qytetet si Cordoba, Granada ishin qendra të arsimit, artit dhe shkencës. Nga Spanja islame, shumë njohuri kaluan në Evropë dhe ndikuan në rilindjen evropiane. Një tjetër perandori islame që ndryshoi botën ishte perandoria osmane. Ajo ekzistoi për më shumë se 6 shekuj dhe ushtri në 3 kontinente: Evropë, Azi dhe Afrikë. Me pushtimin e Konstantinopolës në vitin 1453, osmanët, që e quajnë çlirim, shënuan një moment historik shumë të rëndësishëm. Perandoria osmane ishte e njohur për tolerancën, harmoninë fetare, organizimin e fortë shtetëror dhe ushtrinë e disiplinuar. Në përfundim, perandoritë islame nuk ishin vetëm fuqi ushtarake, por edhe qendra të qytetërimit dhe përparimit njerëzor. Ato ruajtën dhe zhvilluan dijen, promovuan drejtësinë dhe ndikuan në formimin e botës që njohim sot. Pa kontributin e tyre, historia botërore do të ishte shumë më e varfër dhe më pak e zhvilluar.